أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله الذي عم على الخلائق لطفه وإحسان وهدانا إلى طريق شكره تفضلا على الإنس والجان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، falinderimet dhe lavdrimet takojnë vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pa shok, prej tij kërkojmë ndihmë dhe falje, paqe dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rrugat e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhaleshanhu dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi dhe dërguar Allahu xhaleshanhu. Vlezër dhe motra besimtar, ashtu siç kemi përmendur që Allahu xhaleshanhu profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka dhënë mërkullia më i madhe, mërkullia e Kuranit. Dhe Kurani jo vetëm ka dhënë sfida, por ka dhënë paralajmërimet. Dhe paralajmërimi i pari në një ambient ku Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është bendthirja mes njerëzit që unë jam dërguar Allahu xhaleshanhu për gjithë njerëzimit. Se profeti alayhi salatu wasalam shpallja që ka ardhur, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a." Thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë jam dërguar i Allahut për gjithë njerëzimit. Edhe ky fjala dërguar Allahu xhaleshanhu është duke thënë në një vend ku pas Ismail a.s. nuk kanë njohur si profet dikush tjetër. Pa tjetër ka ardhur Saleh a.s., Lut a.s., shumë profet. Por njerëzit më kanë njohin vetëm Ibrahimi dhe Ismail a.s. Në atë vend ai është duke thënë që unë jam profet për gjithë njerëzimit deri në Kiamet. Dhe një herë dërguar Allahu xhaleshanhu në njën e Kaba ishte shtrirë. Në atë moment i vinë shokët profet a.s. Bilali, Khubebi, Ammari, që ishin u mërzitur shumë nga isprovat i mëdhaja që ishin nga Kureshët. Edhe ka thënë o dërguar Allahu xhaleshanhu, ti thot dim Allahu xhaleshanhu do vinë për kur, se jemi në shumë vështirësi. Atëherë dërguar Allahu xhaleshanhu është ulur tamam, duke mbështetur murin e Kaba që ishte i shtrirë, merr pozicionin tamam dhe thot pasha Allahu xhaleshanhu, ju jeni duke zituar. Njerëzit para juaj që ishin besimtar janë shprovuar më të keq. Dikush është ngrohur krehekuri në zjarr, edhe kur është i skuqur tamam me zjarr, atëherë është hedhur në mes kokën e tij dhe është qartë. Ashtu ka ardhur isprovat i mëdhaja. Janë disa njerëz që janë hedhur në vaj të zetë deri sa janë vdekur atia. Kurse për isprovat që janë duke ardhur patjetër ka për të ardhur dim Allahu xhaleshanhu dhe pasha Allahu o shok të mi. Nuk ka për të ngelur një shtëpie me tula ose me bari ku nuk ka për të arritur thirrja i. Se ne la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kjo është duke folur profeti alayhi salatu wasalam në pozicioni, në momenti kur është vetëm edhe disa shok të tij janë duke ankuar nga isprovat, edhe komplet Makka është kundërshtar. Në atë momenti ai është duke thënë edhe Allahu është duke zbritur huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, ai Allahu cili ka dërguar profetin e tij me hidayet wa dinil haq, edhe me feja e vërtet, liyudhhirahu ala ad-dini kulli, për çfarë?
për të lartësuar mbi gjithë feja. Walau kariha al-mushrikun, edhe pse nuk duan mushrikinët. Allahu xhalla shanu paralajmëron Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që shariati jot, thirrja jot ka për të arritur deri në njeriu fundi që do vinë ka sipërfaqe toka para Kiamet. Kjo paralajmërim është duke dhënë Kur'an, edhe sot janë njerëzit duke parë pas Muhammedu Rasulullah. Është një libër vëllezër, Michael H. Ard i ka shkruar këtë libri në vitin 1962. Ky vetë është krishter, por ishte zionist. Edhe ai shkron libri The 100 personaliteti më të mirë, më e dobishëm për njerëzimit. Kush janë? Ai 10 vit ka bërë studimi për të zgjerë 100 veta më të mirë që e kam ruajtur histori. Edhe ka bërë shumë propaganda i madh para sa hapet libri i tij, paraqitet mes njerëzit. Edhe në Angli, në Londër, ai ka bërë mblidhja për treguar njerëzit libri që ka shkruar. Edhe aq propaganda i madh ishte në media, në televizorët, që kanë ardhur shumë gazetarët, njerëzit disham, historianët që fut, krishterë, edhe musliman, të dëgjojmë çfarë thot ai, kush janë ato 100 veta, pse kishte mbajtur sekret deri tani. Dhe në atë mblidhja ai del shfaq, edhe para sa tregon se disa kishte marrë për të dhënë mes njerëzit për të shpërndar shkurtimisht kush janë 100 veta që janë më të veçanë, edhe që fut kishin menduar për 80 vitet Musa alayhis salam se historia jonë është më e veçantë. Dikush ka menduar Isa alayhis salam se vetë është krishter. Kur hapet libri vëllezër, që fut kur ka shpërndar libri për të parë mes njerëzit, thanë nëse dikush ka për të folur, le të flisni tani para sa flas unë. Ka ngritur që fut krishter. Sa dia emri i parë ishte dhe profet Muhammed. Personi i pari që ishte shkruar ai, profeti Muhammed. Edhe ato thanë ti s'ke gjetur filani Ibrahimi kishte lënë, ta kishte mblidhur edhe arab, nëse ashtu shumë dëshira kishte. Po jo Muhammed. Dikush ka thënë Musa i kishte lënë, ato Isa alayhis salam kishte lënë. Kur kanë keni folur gjithë, kur kanë pushuar sa tani është radhai. Sa Musa ku është lindur? Në shtëpia e faraonit, domethënë në shtëpia e mbretit. Lindur domethënë, lindur, pastaj është rritur. Nën kujdesi mbret, ai që thonte vetën Zot. Atëherë është një njeri famshëm. Njerëzit njohin që është duke rritur djalosh. Se ai Musa alayhis salam njohet si djali i faraonit. A ka thënë Kurani që kur ka parë faraoni dhe gruaja e tij që është duke ardhur një sanduk. Çfarë është brenda sanduk, gruaja thotë është imi, sanduku është joti. Edhe pastaj është rritur si djali i vet. Pastaj do të çfarë do të punë tjetër është. Po Musa alayhis salam ka marrë një nam. Ku në shtëpia mbreti që thonte vetën Zot. Edhe Allahu xhaleshanu nuk ka përmendur para asnjë njeri në dunia që ka thënë vetën Zot përveç faraonit. Edhe ka shumë tjera ka thënë vetën Zot. Namrudi ka thënë, po Allahu ka përmendur atë se ai kishte arritur në kulmin e kibrin e vet. Edhe atje ka marrë nam Musa alayhis salam. Edhe pastaj del si profet. Atëherë një nam kishte Musa alayhis salam para sa i shpal vetën profet. Njerëzit kanë njohur thot. Ashtu thot Isa alayhis salam është lindur në Betlehem. Kjo është Kabaja jon thot nga Musa alayhis salam. Atje ka ardhur Daudi, Sulejmani që ishin mbretët e mëdha. Atje vendi litet Isa alayhis salam. Kurse Muhammedu Rasulullah lindet jetim thot. Pa emër. I vdes gjushi, gjaja, gjitha, deri sa vin një mosha ku me njeri nam. Edhe pastaj, kur lajmeron mes njerëzit, një grua edhe një buri lidh kanë pranuar fjalën e tij. Edhe ai në atë momenti është duke thënë mes njerëzit që feja im ka për të arritur deri njeri i fundit. Sa pas thirrja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithë kombi i tij është kundër atij. Edhe gjaja ti që ishte më afër duhet kishte, ai ka thënë tabban laka li hadha jama'tana ya Muhammad. Ish katrof Muhammad, paralizohet duart të ty për këtë gjë që lidhun neve, edhe njerëzit largohen.
Aq sa shumë detyrohet ai, imigrojnë shokët ti në Abisina, edhe vasta vetë ikën në Madina. Po pas atë ditë, Muhamedi, jo vetëm që ashtë ishtohet, po aq shumë ishtohet që ne edhe ju, do më dhe unë, krishter, edhe ju që fut keni frikë tani, pas 1400 vit, se atëra që ishte, 1963 është kjo gjarja, pas 1400 vit ju keni frikë, mas hyret në dera janë Muhammed. Edhe nuk hyret me keq atët. Ai një personaliteti njohet me mirë, që njerëzit ka dhenë ligjë, ka dhenë një edukimi, ka dhenë një administrata aq mirë, që administrata tonë ishte humbur. Kush na ka mësuar administrata? Muhammedu Rasulullah. Spanja çfarë ishte, Londra çfarë ishte pa ardhur Islami. Edhe ai thot, atëherë pse mos i shkroi unë Muhamedi? Sa dita e parë ishin 2 veta, sot 1 miliard e gjysmë, atëherë ka thënë ai, 1 miliard e gjysmë njerëzit janë. Kurse ato që thonë që jemi krishterë, nuk janë krishterë real. Nuk pasojnë, nuk i vdesin për Isa, i bile Stalin me Isa, i kanë bërë fotografi të ti, që nuk janë të e vërteta. Kurse ju me Musaj, qëfar keni lidhja me realiteti? Kurse njerëzit që thotë që jemi lidhur me Muhammed, ato i vdesin për një sunneti Muhammed. Miswaku kanë ruajtur, sunneti kanë ruajtur, qëfar nuk ka ruajtur nga Muhammedu Rasulullah. Ate pse ma si skrej, pse nuk meriton të e pari